Kjo struktura e re e mozaikut, ka për vetë nga të dy vite punë për bërë. Kërës mozaikut kemi bërë me sistemimin e hapësira të lartë, kemi pasur bashkëpunim shumë mirë, qoftë me bashkimin për pjesën e stolave, pjesën e stopuesve, por qoftë edhe më shumë për pjesën e lëvizjes të shtyllave të ndriçimit. E komuniteti që na ka dhënë një dorë të mirë, që ma zgjidhet bëhet një zonë rekreative për gjithë komunitetin. Dhe tani punojmë me struktura e re që sapo është bërë. Cieni Strukturë moderne, të thonë të gjitha standardet bashkëkohore, ka si në strukturën e vjetër që ka qenë në godin një prap. Degradim total. Në strehë polikarbonat ka një bërë strehë. Një shërbim të funksione për ruajtjen dhe për mbrojtjen e mozaikut. Ky është vendi i rrojë, si zhvillet tash në momentin që do të bëhet funksionimi i mozaikut. Dhe menduam pyetjet itinerari për të gjithë turistët për të sa e madhe është tu, kur e shef në foto nuk e kupton. Shumë bukur. Dhe praktikisht kemi sistemuar, pastruar, rregulluar çdo gjë që ka qenë. Jo stilat e varrit, jo piposi, jo luani, kolonat janë marrë nga të gjitha volumeve e ndryshme, pra një pjesë e mirë janë gjetur këtu, një pjesë është marrë nga sheshe të tjera. Shumë bukur. Po bëjmë programim të gjithë itinerareve, të gjithë destinacioneve për t'i programuar vizitorët sepse vinë në orare të njëjta dhe duam ta shtrim gjatë ditës edhe gjatë javëve. Një sistem të ri dinamik biletash, tarifash, që të mund t'i japim atyre incentiva si agjenci. Kjo është pjesa e parë e itinerarit, por mos sa bërë sa më të shkurtër këtë itinerar kemi menduar të bëjmë një projekt që quhet Arkeologu Vogël, ku në bashkëpunim me gjithë le të kemi shkolla, që janë shkolla 9 vjeçare të dinë edhe të merren me procesin e arkeologjisë, me procesin e zbulimit. Shumë bukur. Perfekt. Ishte faza parë, faza hartë e strukturës, pastaj pjesa e muzealizimit që kemi menduar dhe pjesa e digitalizimit. Cieni, respekt. Ervin Bërzolli është një djalë i ri që është kthyer nga disa vite që ndjek të fejuar në jashtë dhe jeton jashtë, po piktor, fotograf. Është kthyer dhe po na ndihmon me muzealizimet e reja të objekteve që kemi mbaruar, edhe tek Teatri Kukullave, edhe këtu. Përmuar në krije dhe muzealizimin dhe për ta kthyer në formatin më digitalizuar, do të ketë dhe ekspozitore të posaçëm për artefaktët, gjithashtu dhe instalacione interaktive dhe veçanërisht do ketë opsione të identifikuara për fëmijët, duke i qenë në muzeun arkive. Mozaikët do të fotografohen në format 3D, ku të gjithë turistët do kenë mundësi të shohin, edhe përmes dokumentarëve shqip anglisht të përkthyer dhe me audio video. Në mënyrë që e gjithë eksperienca kjo të jetë një sit i ri, turistik, kulturor i vizitueshëm edhe gjatë sezonit. Është dhe kapi që është kapi siklet që ka dalë shumë të zyrët. Pjesa e zyrët, pjesa administratës, por dhe një pjesë ne kemi menduar për workshop e seminarë me ministrinë për qoftë dhe me drejtë për facë. Gjatë një përgjithë që kemi kapur dhe të një tjetër që kemi marrë nga vendet tjera, kemi bërë një mini ekspozitor. Por pjesa e dytë vjen tani, kryeministri, që është pjesa virtuale. Kjo pjesë është të ekspozuar. Shishi. Shumë bukur. Kjo është menduar që në momentin që të kemi seminare apo workshop-e, në do të përkëzjes dhe projektohet si në pasante. Në ekran. Shumë bukur. Në verë instalohen dhe të gjitha pajisjet multimediale, poshtë, që do jenë pjesë e muzealizimit 2 për pjesën virtuale. Pra jo vetëm mozaikët janë këtu, po edhe nga gjithë vendi virtualisht mund të shkojmë këtu. Në muzeun e mozaikëve të gjithë Shqipërinë, thjesht për Qartë. Shumë bukur.
Faleminderit. Faleminderit. Dhuratë nga fëmijët, që sillen në çantën në Faleminderit. Në fakt do t'ju japim ne dhurata juve, po Faleminderit. keni dhuratë muzeu. Përpafshim. Aty ai këndi aty mund të bëhet më i bukur për komunitetin, mund të jetë një stol i vazhduar. Që të ketë më shumë vend për të ulur, se jam i bindur që këtu vinë shumë njerëz. Në sigurt, po nuk kam se të rrinë në këmbë. Po, mund të bëhet shumë bukur aty. Se shtrimin e ka, aty vetëm do një stol që gjarpëroj. Edhe bëhet si vazhdimi i kësaj. Me mua? Po ç'më do mua? Hajde. Si e? Dikam, ishte ardhëndë. Që i bosa sa mejli në që se mu zbat, mu e takosh atë i vite s'kur i vite bota. Kujt më vu? Angela Merkel, sa aty e të një. Sa i bosa, sa i zonë. Më pashim. Po e këtë qarë. E ka bërë më të jetush me gjithë lagjen, është shumë. Shumë bukur është.